Si që shifni, këna ardhur të veni i fotografisë me arosha për të shu kurreshjen e të gjithë medjave ignorante shqiptare dhe 10 fish ma ignorante kuksiane, do me thonë, që në Kukës e dinë se s'ka rovë dorë nësë të një katon të Kukësit, edhe pse jena për moj kolecion këto. Këto është saksisht veni ku po supozohet që është shkrep fotografia me arosha. E para, lexova një status sot një profesorit shumë të nderuar dhe të respektuar, me të cilën e përshëndes Naim Palushit, që kishte thonë, për të gjithë ata që e kanë mendjen në mësim në orën e biologjisë, në fund të nëntorit arosha bjen në gjumë dimror, dhe me thonë, që qëta është s'ka arosha, se janë në gjumin dimror, letargjik si që vëtë shumë. Dhe e dikta, këtu s'ka vdorë, si që shifni, vdora është me të gjallëjqe sa gjë, është shumë metra, edhe ajo vdorë ka rohë pramë, se veç pramë ka pa pak reshishiu, se në Kukës ka mojtë mi e gullë dhe kanë një temperaturë konstante, 2 gradë, dhe në 0 gradë, ka që kanë. Edhe një fjalë popullore, këto në lumë me përdorim shumë, na, nuk e di se kush kanë autori fotografisë, pa dash me ofendo autorin se ka bon fotografinë, një budal e gju një gjurë në lumë, e në 100 me që në shkene mëjtën në ta. Këto s'ko vdorë, s'ko asarosh, as s'ka pa asgjë se mund të një se nga bon dje ajo. S'ka pa asgjë se në vdorë ato është. Për me mbrojnë vdorë së duhet shumë kohë. Me gjitha ta, sa me hek kretë ato veset e juja, erdha se ma shumë shtini ai profesori me atë statusin që kishte bon shumë të papam, me ardhë edhe me bon që të vigja. Si që shifni këtu s'ka asarosh edhe as vdorë. Sidomos për kuksiant më vjen ma keq si e dinë se s'ka ro vdorë kërkon. Gjithsesi ju përshëndes, heq një vesin se këto s'ka vdorë edhe arosha në gjumin letargjik. Për gjithë ju që e keni mendje në mësim, mos e harroni, ja.